E nëse themi se identiteti kombëtar të hep këtë, me i pas këto vlera, burgësisë, vlerat e trimërisë, guximit, të kaluamën e kanë pat njerëzit tonë. Faktikisht ne këtu përputhen të identitetet. Nuk janë të njëjtin identitete konkurruese. Aty ka pat me mia gjuhë, me mia fise dhe me qindra popull. Dhe ata kanë mbjetuar me kulturat e tyne, me trashëgimin kulturore, gjuhësore, gjithë çka kanë pat, në pushtetin islam pas një problem. Popujve të perëndimit, sidomos kontinentin e ri, ju ka kushtuar shumë. Çfarë ju ka kushtuar? Ekzistenca e tyre. Ne nuk dim prej popujve të perëndimit, çka janë banor të vendas, nuk dim çka dim për ata. Ne dim, lexojmë ose i shohim gjurmët e tyre. Kësaj pikpamje identitare që identitetin e huaj e sheh si rrezik ose e sheh si cenim të ekzistencës së tij. Interesi i atyre të cilët janë musliman mbetet i fundi për shkak se të gjithë këto muslimanë që veprojnë në bazë të identiteteve të ndryshme, nuk veprojnë në bazë të identitetit fetar. Liderët e UÇK-s ne dusim Allahun që Allah t'i liron sa më shpejt. Dimi se lufta e UÇK-s ka qenë luftë e drejtë, por ku e merr atë guximin? Otomanat me i fajsu për gjendjen tonë. Allah. Ne nuk guxojmë ta shprehim qëndrimin tonë ndaj një grupi i cili po ai mund të jetë i marginalizuar. Mirë, po përqindja e tyre e vërtet gjithmonë fryhet. Përqindja ose prezenca e tyre që ne jemi gjithkund, këtë rolin e përfaqësimit ta quajmë shoqëror të muslimanëve në këto vende. Kush do të më qenë lideri? Kush do të më qenë bartësi i këtij projekti? A më shumë fetarët ju mbahen traditave të popullit apo ata të cilët nuk janë aq fetar? Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, shikues dhe ju që e përcjellni podcastin Mejlis, sonte misafir e kemi hoxhën e nderuar Ali Efendi Ashani, i cili na vjen nga Tetova. I shprehim mirëseardhje, mirë se vjen hoxh. Allah ju shpëlet për ftesë. Faleminderit shumë që ju vazhdimisht na nderoni dhe përgjigjeni pozitivisht në ftesat tona. Kjo është një nder për neve, edhe shpresojmë që të vazhdojë ky bashkëpunimi jon në rrugët e hajrit, për të cilën shpresojmë që të jemi pjesëmarrës të hisetarë në përhapjen e të mirës dhe në parandalimin dhe ndalimin e së keqes. Hoxhë nderuar, sonte tema e kam titulluar Ku qëndron problemi. Do të flasim për disa çështje që ndoshta realisht nuk janë problem, por dikush i sheh si problem, dhe të cilat kanë të bëjnë apo i përkasin bashkësisë së muslimanëve apo pjesës së umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili jeton në vendin tonë edhe mëgjithësisht në ato trojet etnike shqiptare. Do të flasim për disa pika që mendoj se është mirë që ne ta shprehim dhe ta tregojmë atë pikpamjen islame dhe si Islami i sheh ato gjëra, dhe çfarë kemi mundësi me kontribu që ta përmirësojmë në përgjithësi gjendjen e kësaj popullate që jeton këtu. Këtë është kjo me atë qëllim fisnik që ne si muslimanë kemi, është wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, dhe bashkëpunoni, ndihmoni njëri tjetrin në devotshmëri dhe në vepra të mira dhe mos e ndihmoni në mëkate dhe në armiqësi. Çështja e parë për të cilën dua të bisedoj hoxhë nderuar është përplasja mes identiteteve. Te ne është vazhdimisht ky debat i stërzgjatur, s'ndalet, do të thonë, sipas Islamit. A ekziston diçka që quhet përplasje mes identitetit fetar dhe identitetit etnik apo kombëtar? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht Allah ju shpërbleft. Lusë Allahun që Allah të jep bereqet në këtë punë që e bani. Për shkak se ata cilët nuk e din, në prapasken ndodhin shumë punë për të realizu kjo cilën ne e bëjmë. Lusë Allahun që Allah të jep qëndrueshmëri, sinqeritet dhe bereqet. Allah shpëlef që ju na e lehtësoni punën shpesh. Allah ju nderoft xham. Wallahi hoxh, për temën po shumë flitet subhanallahu, po sikur ndonjëherë shumë ata cilët kyçen ose trajtojnë këtë meselë sikur nuk bën të jenë bash ata. Sikur duhet dikush tjetër t'i trajtoj këto problematika. Po fatkeqësisht ne jetojmë këtë realitet, ku secili shpreh mendimet e tija dhe
Alhamdulillah dhe ne kemi mundësi tash. Ka këtë të drejtë. Po, ka këtë të drejtë të garantuar. Po edhe ne, alhamdulillah, kemi këtë drejtë garantuar, ku edhe ne, sikur se thatë ta shprehim atë pikpamjen cilën ne mendojmë se është e drejtë. Çështja e identitetit, jo se është temë e re, sidomos për musliman. Çështja e identitetit është përmend edhe popujt të kaluar kanë pat kriza identitare, kanë pat forma se si e kanë shpreh identitetin e tyre, ama ja që tek ne kohë pas kohë, sikur se rinjallet kjo meselja, sikur se i fryn dikush kësaj mesele, kinse identiteti fetar këtu kam për qëllim islam. Islam, po. Po, identiteti fetar islam, po. Nuk i pengon. Po, nuk i pengon. Bie ndesh me identitetin ton kombëtar. E njëri e sjell një shembull shumë të fortë. Thotë kjo është si me thonë, njeriu është mashkull, mashkulli është mashkull, po është edhe burr. E sikur me thonë, identiteti i tij me burrri bie ndesh me faktin që ai është mashkull. A e kupton? Po nuk është ashtu. Kjo nga se identiteti i tij si burr, cilësohet me tipare burrnore, mos thënë ato që në aspekt gjinor jenë ato do me thënë një lloj diskriminimi, po ka tipare që tek ne njihen tradicionalisht si burrnore. Ashtu është fjalori i shqiptarëve. Po, fjalori jonë është kështu, do me thënë. Kur kam përmend fjalën burr, kam pas për qëllim njeriu që është trim, që është guximtar, bujar, i guximshëm, po. E sikur ky burri identiteti i tij me burrni bie ndesh me faktin që ai është mashkull. Nuk bie ndesh me faktin që është mashkull. Fakti që ai është mashkull nuk është përzgjedhja e tij. Po fakti që ai të stoliset me cilësi burrnore, kjo është përzgjedhja e tij. E tek ne në islam nuk ekziston. Kjo kërkon angazhim nga ai vetë. Kjo don punë, po. Ne shohim se është malet, po. Është malet krenosh që ne jemi meshkuj, edhe ta bëjmë këtë punë të madhe se ne jemi meshkuj, mirë, po kjo realisht nuk është diçka me cilën duhet njeriu kaq shumë të krenot, po. Unë faktin që jam mashkull nuk mund ta mohoj. Jam mashkull. Por ama ajo për cilën unë duhet të krenohem është ajo e cila mu më vishet si merite imja. Unë e kam zgjedh që të jemi guximshëm, trim, bujar, fisnik e ku e di unë. Tash, ky identiteti jon, ose kjo luftë e vazhdueshme identiteti fetar kundër identitetit kombëtar, realisht nuk ekziston. Për shkak se ne mendojmë që identiteti fetar nuk është identitet që i konkuron identitetit kombëtar, se janë dy identitete në rrafshe të ndryshme. Identiteti jon fetar realisht është identiteti normativ në të cilin ne shohim se kemi busullën tonë morale. Identiteti kombëtar nuk na jep neve këtë busull morale. E nëse themi se identiteti kombëtar të jep këtë, me i pas këto vlera, burris, vlerat e trimërisë, guximit, të kaluar e kanë pat njerëzit to. Faktikisht ne këtu përputhen të identitetet. Nuk janë identitete konkurrues. Kjo nuk e zhbën këtë, as kjo nuk e zhbën këtë. Andaj Allahu xhella xhelaluhu, ne për dallim ndoshta nga popujt tjerë dhe fetë tjera, kemi një bagazh të mirë të referencave në cilën ne mund të mbështetemi. Allahu jo se këtë gjë e ka anashkalu, nuk e ka përmend ti bon musliman dhe nuk dihet gjë për identitetin dhe prejardhjen tonë. Përkundrazi, Allahu ka thënë ja juhan nasu inna khalaqnakum min dhakar wa untha. Ne ju krijuam nga një mashkull dhe femër. Këtë krizë identitare gjinore që sot ne e shohim në për disa shoqëri, neve Allahu na e ka prej këtë gjë. Që do me thonë, identiteti im kombëtar, të gjithë kemi prejardhje. Po, e kemi një prejardhje nga dy faktor, burr e grua, mashkull dhe femë. Por Allahu nuk i quan burr dhe grua, i quan mashkull dhe femën. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Dhe ne ju bëm popuj. Interesant është që fjala shu'ub në kohën e zbritjes Kur'anit nuk është fjalë shumë e përdorur. Është fjalë e rrallë nga se identiteti në atë kohë ishte identiteti fisnor. Fiset janë. Po, fiset kanë qenë ajo me cilën ti e krenuar. Nuk ka qenë arabizmi jot ose populli jot në nacionaliteti. Fisi ka qenë. Po Allahu e ka cekur popullin në kohë ku njerëzit nuk janë, si me thënë, nuk e kanë përshuar veten e tyre tek populli. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Ju bëm popull, që është një grup më i madh, dhe fise, do me thonë shumë fise përbëjnë këtë popull. Kështu që Kurejshet, Ghifariat të tjerë e kanë përbëjnë këtë popullin arabëve të asaj kohë. Shkaku Allahu thot, pse? Jo për t'i zhduk dallimet mes jush.
li ta'arafu, që të njihin njëri me tjetrin, që secili prej këtyre popujve ose fiseve t'i ketë karakteristikat me cilat dhe njihet. Dhe historia, elhamdulillah, dëshmon për këtë parim të bukur dinit Allah. Nëse i marrim popujt e lindjes, në të cilët ka sunduar në përgjithësi Islami, do të gjejmë që deri para 100 vjetëve në lindje, në Indi, ne e dim që India ka qenë një periudhë gjatë në kontroll të musliman. Aty ka pat me mia gjuhë, me mia fise dhe me qindra popuj. Dhe ata kanë mbjetuar me kulturat e tyne, me trashëgimin kulturore, gjuhësore, gjithë çka kanë pat, në pushtetin islam pas një problem. Me ardhjen e kolonive perëndimore, tek ata janë zhduk me qindra ose mos them me mia gjuhë, janë zhduk traditat shumëta, po të njëjtën perëndim. Për shembull, ne shohim shtrirja e evropianëve në perëndim, popujve të perëndimit, sidomos kontinentin e ri, ju ka kushtuar shumë. Çfarë ju ka kushtuar? Ekzistenca e tyre. Ne nuk dim prej popujve të perëndimit, çka janë banor të vendas, nuk dim, çka dim për ata. Ne dim, lexojmë ose i shohim gjurmët e tyre. Akademiku Ferit Muhiqi përmend se deri diku 300 gjuhë dhe kultura janë zhdukur në kontinentin e Amerikës Veriore dhe Jugore. Allahu. Aq është bërë dominuese gjuha angleze në veri. Gjuha spanjolle. Spanjolle në një pjesë franceze. Kjo tregon që pikpamja europiane është ajo e cila mbizotron pikpamjen tonë të identitetit. Ne jemi popull i hegemoniste, domethënë, ne jemi ato çka do të minja mbisundon ajo. Edhe mbisundon me një lloj superioriteti që ti nuk bën me qenë un jam këtu. Tash identiteti i ri duhet mbizotron mbi këtë identitet vjetër. Ama tek ne muslimanë nuk shohim këtë problem. Përkundrazi, edhe perandoria osmane është dëshmi e mirë historike, që në brenda perandorisë osmane ne kemi pat kultura të ndryshme, gjuhë të ndryshme të cilat kanë mbietuar deri sot e kësaj dite, deri para 100 vjetëve i kemi pat, po një pjesë e tyre janë zhdukur për shkak ku ta di unë, kësaj pikpamje identitare që identitetin e huaj e sheh si rrezik ose e sheh si cenim të ekzistencës së tij. Tek ne muslimanë ne nuk shohim konkurrencë mes këtij identiteti dhe këtij tjetri. Allahu alem. Sheikh, ne filluam këtë bisedë me atë që e cekë ti si e drejtë garantuar me ligj, ta shprehim mendimin tonë. Në këto shoqërinë tona të Ballkanit, si të duket përfaqësimi i muslimanëve në jetën publike, në jetën shoqërore, pse jo edhe në jetën politike? A sheh ti këtu një lloj pasiviteti nga muslimanët, të cilët ndoshta me një besim të verbër ja delegojnë atë të drejtën e tyre që të marrin pjesë në qeverisje dikujt tjetër i cili në emër të tyre pastaj qeveris me vendin. A mendon se ky Ballkan ku jetojmë ne meriton që muslimanët me qenë pakas më tepër të përfaqësuar ose të kyçur në jetën shoqërore, sepse mendoj se është jashtë apo larg logjikës së shëndosh që ti me jetu me një vend edhe me qenë izoluar tërësisht edhe mos e pas asnjë lloj ndikimi në asnjë lloj të politikës. Për shembull politika shëndetësore. Pse muslimanët mos ta tregojnë ose politika demografike? Mendoj se duhet muslimanë që të arrisin pakas nivelin e përfaqësimit dhe dukjes në këto lëvizje, se kemi mbet vetëm individ të veçantë të cilët ndoshta mundon me bëu diçka, ndërsa në realitet na kalojnë shumë ligje të cilët janë kundërshtim me besimin ton, ndërsa ne ndoshta as nuk reagojmë ose mjaftohemi me disa lloje të proteste. Pse mos ta arrisim shkallën e nivelit dhe intensitetin e nivelit në një nivel pak më të lartë? Wallahi hoxham, unë e shoh që problemi qëndron te ajo çështja e parë që e cekët, ajo është çështja e identitetit. Që ne kërkojmë, si me thonë, pjesëmarrjen e muslimanëve nivele pak më të larta, ne kërkojmë që muslimanët të kenë dikush i cili mbron interesat e tyne, kërkon drejtat e tyne, ama krejt kjo përmes është zëni i tyre, është zëni i tyne, vetë se fatkeqësisht këto kërkesa shkojnë përmes do politikave identitare që ndoshta nuk përkojnë shumë me këtë identitetin fetar. Kështu që ne, për shembull,
ti ke për shembull një grupin tënd, unë një grupin tim, e gjithë veprimtaria ime politike është nga këndvështrimi identitar i këtij grupit. Tash, mund grupi im që Grupi interesit i po, qenë. grupi interesit. Mund që grupi interesit tim atë politikën e bazon në identitet kombëtar, ky tjetri e bazon në një ideologji tjetër, kështu që ai interesi i muslimanëve, të cilët përbëjnë një numër të madh, një përqindje të madhe, sidomos flas Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, ku përqindja është shumë e madhe, interesi i atyre të cilët janë musliman mbetet i fundi për shkak se të gjithë këto muslimanët që veprojnë në bazë të identiteteve të ndryshme, nuk veprojnë në bazë të identitetit fetar. Veprimtaria ime është nacionaliste, veprimtaria atij është diçka tjetër. Kështu që kërkesat e tyne nuk përkojnë me nevojat e popullit se ai nuk e sheh atë si çështje prioritare. Shpesh, subhanallah, ne shohim që madje disa i cili emrin e ka Ali edhe filan, ai turprohet, Abdullah, Muhammed, ai tjetë, turprohet të identifikohet që është musliman. Ndoshta për Bajram e bën një urim, thjesht nuk e di pse. Kur vjen puna me paraqitje të publike, i akuzon musliman se ato në kinë se janë fajtor për disa probleme që i kanë disa politikanë bashkëror, që i kanë arrestuar ato liderët e UÇK-s. Ne lutim Allahun që Allah t'i liron sa më shpejt. Dimi se lufta e UÇK-s ka qenë luftë e drejtë, por ku e merr atë guximin otomanat me i fajsu për gjendjen tonë. Allah, wallahi. Shef si një lloj, se di si të quja, a mungesë të inteligjencës, a mungesë të analizës së shëndosha. Unë ndonjëherë më apo do të shkellim keq. Nënçmimi i vazhdueshëm i inteligjencës njerëzve bie deri tek këto deklarata, e kupton? Nënçmon njerëzit se s'kan inteligjencë, flit çka dush, fund bien kështu, fajet i kanë këto për këtë, e kupton? Dikush ka jetu para 200 vjetëve, fajet i ka për gjendjen tonë. Po përfaqësimi i muslimanëve fatkeqësisht, unë flas kuptohet që dini Allahu te bareke ve teala prek gjitha rrafshet e jetës. Sigurisht. E kuptohet që këta musliman të cilët na përfaqësojnë neve, përfaqësojnë pjesë të interesave tona. Mirë, po jo në emër tonë. Ai ka atë grupin e interesit ose grupin identitet, agjendën e vet, punon brenda asaj agjendës. Fatkeqësisht ne e dimë që në vendin tonë gati se politika nuk është ideologjike. Ne e dimë që tek ne ka mundësi që të ndodh një koalicion të dy partive me ideologji kontradiktore. Këto në mos them ekstremin e djathtë, kjo e majtës krejtësisht, kjo e djathtës, këto vinë dhe bëjnë një koalicion për qeverisë. E kupton? Që tregon që politika nuk është e bazuar në ideologji, politika është e bazuar në disa interesat përbashkëta që i kanë do grupet caktuar. Po. Darja e tallit, po. Kjo është kjo është jemi, mos u përzi. Ndonjëherë i hudhim pakat diplomacin kur i cilësojmë realitetin, e dim ku jetojmë. Realiteti është se edhe po erdhi dikush bën si lloj kërkesash, sikur shikohet me një sy nënçmimi dhe poshtrimi. Ku jeton ti? Çfarë planeti je duke jetuar? Po vallahi. A realiteti është se ne dëgjojmë kërkesa minoriteteve shumë të vogla, edhe askush çudi, jo se minoriteteve duhet ju jepet e drejtë. Ose trumpetohet me të madhe se nëse nuk i përkrah këto, nuk i ardh marrjen e politikë. Po. Nëse nuk i përkrah këtë agjend të grupeve të marginalizuara, atëherë ti je i rrezikuar 4-5 vjetët e fundit, shumë e kena dëgjuar. Edhe është shumë po imponohet parandena për librat shkollor, nuk ka lëndë që mësohet në shkollë që nuk përmendet kjo. E ti vetë ki vërejt, ndoshta shumica e produksionit të Hollywoodit apo të perëndimit tashmë, patjetër në çdo film, çdo serial me ka një personalitet i cili është i grupit të marginalizuar, mos ta emërojmë se ne bëjmë mos se po na ofendon. Po na ofendon. Ato neve ku na ofendojnë, ne nuk duhet të. Është interesante se ne nuk guxojmë ta shprehim qëndrimin ton ndaj një grupi i cili jo se po ai mund të jetë i marginalizuar. Mirë, po përqindja e tyre e vërtet gjithmonë fryhet. Përqindja ose prezenca e tyre që ne jemi gjithkund, kjo si më thon njerëzit janë gjithkund. Po njerëzit janë gjithkund. Tek ne çdo lloj devimi moral, çdo lloj mendim ekziston tek njerëzit. Ne nuk e mohojmë këtë gjë. Megjithatë, prej të drejtës së shumicës është që mos t'i imponohen asaj politika dhe këndvështrime
bot kuptime të një pakicës tepër të vogël në shoqëri. E ne musliman, shoqërinë tonë, nëse nuk përbëjmë shumicë, në Maqedoni ndoshta nuk jemi shumicë, megjithatë jemi përqindje e madhe, mos them gjysmë e popullatës. Edhe prap gjejmë bitë tonë, si thonë arab, min beni gjildetina, të cilët turprohen nga ky identifikim, madje turprohet një urrim Bajramit, a thot, ose thot që unë edhe gjyshrit e mi. Nësa perëndimi moti ka te i kalu këtu. Shikojmë politikat perëndimore. Shikojmë New Yorku e fiton, do thënë, kryetari i parë i New Yorkut që është musliman, i cili edhe nuk tërprodh nga kultura e tij, nga prejardhja e tij, nga do thoni ka vizitu edhe xhamijat, edhe kishat, edhe sinagogat në New York, ka komuniku, madje ishte një statistikë që një numër i madh i hebrejve që janë në moshën 30 vjeçare kanë votuar për këtë. Madje ishin disa që janë anticionist prej hebrejve të cilët e kishin përkrahur dhe kishin ftuar tash. Kishte takim para disa ditëve. Kjo te politikat e majtës është e njohur. Tek politikat që janë politikë e vërtet, jo te politikat që janë politikat e pazareve, Te ne është politika biznes. Për shembull, politika e djathtë në Amerikë ose politika konservatore, ne e dim krenarin e tyre me prejardhjen e vet, me vlera që ka i quajnë ato hebrejo-krishtere. Nuk është diçka, ai thot, e gjithë politika ime është ndërtuar mbi vlerat hebrejo-krishtere, e kupton? Problemi është se kur vjen një i cili i thot vetes që partia ime ka ideologji konservative, nuk sheh asnjë element fetar islam në partinë e tij, edhe pse ai thot partia ime është parti konservative. Tamam, cilin konservatizëm partia yt ka shumë pika ku përkrahen, do thonë edhe ku pajtohen, do thonë vizioni islam edhe vizioni ta quajmë judeo-krishter që ekziston në perëndim. Shumë pika, normal. Çështja e familjes, çështja e kamatës për shembull, edhe çështja shumë ku imoraliteti ku denohet edhe ka nga tradita e judeo-krishtere dhe kështu. Hoç, po duhet vetë, çka mendon ti këtë rolin e përfaqësimit ta quajmë shoqëror të muslimanëve në këto vende? Kush do të më qenë lideri? Kush do të më qenë bartësi i këtij projekti? A mendon se kjo duhet të shikohet nga prizmi një partie politike, apo mendon se ndoshta bashkësitë fetare të muslimanëve që mundën ta luajnë këtë rol ndoshta në mënyrë më të mirë dhe më të suksesshme duke punuar për agjendën e muslimanëve. Siç e tham, në mjeksi për shembull, pse mos me e bo si ligj i cili i lejon gruas që ta zgjedh mjekun i cili do tek i cili do ta bën lindjen, apo disa gjëra tjera që ka mundësi të para ose xhumaja më fal ose për shembull pse mos më insistu që tash na për shkollat tona e dimi, po pse mos më insistu që për standardet të ushqimit që jepet fëmijëve në shkolla me që janë standardi halal. Dhe standardi halal. Jo për diçka tjetër, po me tregu se ne jemi këtu edhe ne kujdesemi për vetën tonë edhe mundohemi me ju tregu se për neve s'keni pa kur gjë tjetër përveç hajrit. Subhanallahu, është interesant se ne diskutojmë këtë për një pjesë të popullatës e cila është autoktone këtu me qindra vite. Për shembull, diskutojmë çështjen se unë edhe ti jemi në punë në kohë xumaje. Edhe do të marrim leje përjashtuese, jo se unë i kam ato 2 orë të lira, jo duhet me bë përjashtim punëdhënësi që Alia të shkon ta fal xuman, ose çështja e ushqimit halal. Po kush duhet ta mbart atë bajrakun e përfaqësimit muslimanëve? Ne shohim që partitë politike kam probleme shumë më bazike se sa që ata ta bartin atë bajrakun e përfaqësimit ton. Atëherë bajraku, ajo shtafeta duhet bjen dorë dikujt tjetër. E këtu del në pa roli që duhet ta ketë ai institucioni i muslimanëve, përfaqësuesi i muslimanëve, bartësi i jetës fetare tek ne dhe përfaqësuesi i jon brenda dhe jashta. Por ama kjo çështje sikur përfaqësimi i muslimanëve ka mbet në disa formalitete. Ne fillimisht ne pjesë të protokollit çdo kund, ama pjesë vendimarrës si jemi. Jo, ne themi elhamdulillah që e kemi këtë institucion, i cili është trashëgimi
e vakëfit të plegjve dhe të parve tonë të këtij vendi. Megjithatë, edhe është shikimtarit institucionet të Sheikhul Islamit. po legjitim, po. Nuk ka domethënë institucion i cili është bart pas pas rënies së perandorisë. Rënies së perandorisë dhe kalimit të atyre vetëm territore që i kanë sot, përveç këtij institucioni. Megjithatë, ky institucion a luan rolin që duhet ta ketë? Unë mendoj që jo. Për shkak se ky institucion unë e shoh si duhet me qenë fabrika e prodhimit të personaliteteve të cilët do të na përfaqësojnë neve. Nuk do me thonë se ne duhet përfaqësohemi nga 2-3 politikanë. Ja, ku është elita e popullit tonë? Elita intelektuale e cila do të frymëzohet nga parimet fetare, do t'i njeh parimet fetare, megjithatë do të ketë një institucion i cili gjithmonë e shtyn, i cili gjithmonë e përkrah, i cili gjithmonë është me atë në kohë kur ai ka nevojë për të. Nuk është institucioni se vetëm unë i përkas këtij institucioni edhe kaq, ose ai flet në emërtime edhe kaq. Ja, institucioni është kur unë kam nevojë për të, ai të jetë aty. Që unë kur kam nevojë për krahje, institucioni është aty. Po unë nuk e shoh. Madje, shkojmë pak më ashtu, nuk shoh se ka edhe tendenca që ky institucion tjetë në këtë nivel. Ama me dojë mos tjetë, me dojë mos tjetë, këta musliman të cilët janë me shekuj këtu, e kanë të vetmin institucion i cili përfaqëson ata, Bashkinë Islame tonë. Tash, duke nisë nga reisi dhe të tjerët, a do me thonë që këta janë menaxher xhamive vetëm, nëse e shohin veten në punësit e Bashkisë Islame në këtë drejtë, unë e them që pikpamja është shumë e gabuar. Unë mendoj që institucioni jonë duhet të jetë një formë lideri, edhe një formë zgjidhësi i problemeve të mëdha të muslimanëve, ku janë vendimarrje për çështjet kyçe të muslimanëve. Vetëm ta kujtoj hoç. Një prej drejtave themelore të njeriut është e drejta për të organizuar, të bashkuar në i quajmë në fillim grupet e interesa, por grupet që i kanë qëllime të përbashkëta. Tash ne këtu e kemi Bashkinë Islame që ekziston. Po. Edhe ajo duhet me qenë artikuluesi interesat të muslimanëve, problematika. Artikuluesi probleme që i kanë, me ofru zgjidhje, me ofru kuadro dhe me ofru këshillim dhe konsultim për ato çështje të. Pse, si thave ti, këto mundësi kaq të shumta me i kufizu vetëm tek menaxhimi i xhamive, menaxhimi i medreseve, menaxhimi i fakultetit shkenca islame, edhe vakëfet që i kemi. Pse mos me qenë, unë nuk dua ta përmendi me qëllim që ta nënvlerësoj. Po. Për shembull, shikojeni çfarë pesh ka fjala e kishës ortodokse, edhe në Serbi, edhe në Maqedoni, edhe në Bosnjë, edhe në Greqi, mos flasim për Greqia. Pse mos me qenë ki zëri i Bashkisë Islame, fetare islame, ashtu që emrin e zyrtar, me qenë pakës më i lartë dhe më i vendost. Ne nuk mundemi me qenë qirargji në një vend i cili është i joni sa kur është i tjetër. Nëse ne i bashk, jetojmë bashk, edhe është shtet i qytetarit, atëherë unë kam të njëjtat drejta, ti nuk ke asnjë përparësi para me. Pse unë mos me e pas atë guxim me artikulu këto nevoja që i kemi ne si muslimanë në këtë vend. Shumë mirë thotë se këtë punë partitë politike janë diskredituar, partitë politike domethënë janë humbur në atë labirintin e pazareve dhe ndarjes së tallave, ndërsa Bashkia Islame është tash e cila duhet me u fuqizu me kuadro cilësor, me njerëz që dinë çka do, kanë agjendat e qarta. Nuk është kjo agjend diçka kundër dikujt tjetër. Jo, kjo është agjend për avancu drejtat tona edhe me as nuk është nxitje të formimit Ne përflasim pak për radikalizmin, për letargjinë, këto di elemente që janë të pranishëm në shoqërinë tonë. Ne domethënë nuk jemi tu nxit me u formu një sistem paralel me shtetin. Jo, përkundrazi. Ne jemi tu fol që ky institucion është institucion i cili shumë shekullor, domethënë është trashëgimi i shumë shekullor. Tash ky institucion me kuadro që i ka, me njerëzit që i ka disa mundësi që mund t'i bën. Thash, kjo nuk është me folën e kundër dikujt. Ne themi elhamdulillah që e kemi BFI-n.
Megjithatë, gjithmonë ekziston hapësira për përmirësim. Dhe një nga hapësirat më të mëdha për përmirësim, do të update bëhet, do të me u përmirësu, do të me ecë përpara, do të me shiku nevojat e banorëve të vendit tonë. Edhe unë mendoj se shikohen këto gjëra, megjithatë me problematikat të cilat i ka, do me thonë, ky institucion, ndoshta mekanizmat të cilat me të cilat punohen, ndoshta nuk mund të mrihet gjykin ndryshim të cilin ne, se pritshmëritë tona janë të larta. Këtë duhet me u kuptu. Populli sot pritshmëritë i ka shumë lartë. Nuk presim ne menaxhimin vetëm të xhamis. Populli jo, don zgjidhjen e problemeve. Paraqitet një problem i madh, populli gjithë syt i kanë ka institucion. E këtë duhet ta kupton çdo një i cili është brenda institucionit. Unë tash flas si opozit në thojza se jam jashtë institucionit, se ai i cili është jashtë flet ndryshe, ai i cili është brenda flet ndryshe. Kjo është shumë normal. Megjithatë, duhet me e kuptu ai që është brenda institucionit, që hapësirë për përmirësim ka gjithmonë. Edhe ne duhet punojmë. Po duhet me e kuptu ai që është brenda, që populli tash syti ka institucioni. Për shkak se është gënjë nga krejt opcionet tjera tash i kanë vetë vetëm. Partitë politike gjitha i kemi provune. E kupton? Nuk adresojmë problemin më të thjesht muslimanëve. Problemin më të thjesht. Tash neve na ka mbet syt na kanë mbet ka institucioni prej së cilit ne shpresojmë që ta ngrit nivelin, që nuk them ne që të mritë pritshmëritë tona, këtë e kuptojmë ne. Megjithatë kur i ngrisim pritshmëritë, ngritet edhe te reale. Normal, te reale. Ne ideali është punë tjetër. Ne secili jemi idealist në atë botkuptimin tonë. Megjithatë reali është që institucioni ka mundësi të bëj, ka hapësirë, edhe duhet të prek problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet popullata muslimane në vendin tonë. Mos me u marr me çështje shumë formale. Formalitetet vinë e shkojnë. Edhe harrohen. Në histori asnjë lider i madh nuk është regjistruar për madhështinë e tij se është marrë me çështje formale. Është harru. Ka jetu, ka vdek, ka shku, as nuk është regjistruar në histori. Në histori janë regjistruar veprat e mëdha të njerëzve. Kështu që shpresoj reformat që i kanë bë. Reformator regjistrohen si njerëzit e mëdhenj. Ata që kanë ndërtuar diçka. Po. Për çat mendoj që institucioni jon ka përpara një rast të mirë, të cilin duhet ta shfrytëzoj, edhe mendoj se inshallah taala. Edhe elhamdulillah kemi kuadër në çdo fushë. Po ka kuadër, po sidomos tash. Janë tri, janë me vullnet për punë, janë energjik për punë, janë të gatshëm me shërbi këtë popull. Po, shumë, alhamdulillah. Unë se duhet shfrytëzohet kjo. Ky vullnet. Po. Se jo me mbet ato, si me thonë, të burgosurit e posteret e tyre. Çdo send e shikojnë në prizmin e ma rrezikon, ky poster nuk ma rrezikon. Allah. Shikoni, koha në këtë botë është e kufizuar. Secili e ka atë e gjelin e vetë që Allah ja ka caktuar. Prandaj kjo friga jo reale, se dikush ma rrezikon, kjo vetëm e bllokon njeriu edhe ai ndalon krejt. E bën peng të çdo ki ka komplot kundër me, kjo të mbo hile, kjo të mbo. Nëse jetojmë vazhdimisht në këtë hije, nuk kemi qenë produktiv. Ndërsa nëse lirosh nga kjo, mendon me ndje hapur dhe me sinqeritet dhe me vullnet për punë të mira, Allah ka me të ndihmu. Allah ka me ndihmu të gjitha ata të cilat synojnë të mirën. Vetëm është puna e sabru sa'a. Me duru për një moment, do është ta kemi pas vështirësi, por nëse Allah është shef prej teje, vendosmëri dhe sinqeritet, ka me të ndihmu. Çashtu është vallai. Po shpresojmë ne vallai, nuk është si me thonë, ne jemi të folë për një pjesë tonën. Këto vakëfet muslimanëve janë pjesë të asaj që kanë lënë stërgjyshit dhe baballarët tonë. Jemi të folë, pasuria jonë personale është diçka, kjo është mbi pasurinë tonë personale. Nuk besoj se ka musliman i cili nuk don avancimin e pozitës e institucionit i cili përfaqëson muslimanët. Ja, përkundrazi, ne duam ajo të jetë adresë e parë dhe e fundit të çdo problematike të muslimanëve. Them, nuk është kjo për të kriju një sistem paralel me shtetin, kjo nuk është e mundshme. Megjithatë, nëse ka mundësi që kishës ortodokse në Greqi i merret fjala deri në këtë drejtë, e njëjtat ndodh në Serbi, e njëjtat ndodh vende të tjera mos i emroj, pse s'ka mundësi? Po, edhe në Maqedoni, po. Një prej faktorëve kryesor që e garanton identitetin e Maqedonisë. Po. E kanë përmendur në kushtetut, kjo është e përmendur në kushtetut. Po. Kisha ortodokse e Maqedonisë. Hoq, inshallah, këto fjalë që i themi,
Dikush i dëgjon, i analizon, se nuk i themi për të keqen, as nuk i themi për ta turpruar dikën, por me qëllim që inshallah të ngritemi në nivel pak më të lartë. Te ne shpesher përmendet në veçantë kur muslimanët fjalë ndikimet e jashtë. Këta janë instrumentalizuar nga këta i hecin agjendën e arabe, agjendën e serbe, dikush edhe që ashtu i akuzon musliman. Në këtë botë kaq të ndëlidhur njëra me tjetrën, a thua allosh e mundshme që dikush me shpëtu pa u ndikuar nga jashtë? Se këto, se dia e mendojnë se ato në realitet e kanë ndryshuar këtë kulturën e tyre, në ndikimin nga jashtë, edhe fjalori i fëmijëve tonë, më nuk është ai fjalor i gjuhës shqipe. Dërsa neve na thënë ju jeni të ndikuar nga arabe, do një me sjell kulturën arabe, do një me sjell traditet arabe, ne jemi shqiptari, kemi zakonet tona, ose këto akuza që vazhdimisht nga islamofobët në Kosovë, se ne kinse i shërbejmë, muslimanët i shërbejnë agjendës së slavëve apo agjendës së serbëve në Kosovë dhe në vende tjera. Kjo akuzë, do me thonë, sidomos paraqitet në përgjithësi përmendet edhe vetë ju. Në Kosovë ka shumë debate rreth kësaj që muslimant janë çojnë vend këto agjendat jashtme. Megjithatë, historikisht është vërtetuar që ajo e cila ka mbrojt identitetin ton kombëtar kanë qenë këto traditat të cilat burojnë në fejen Allahu Gjelle Gjelalu. Në çdo krizë identitare kombëtare, ajo e cila e ka nxjerr popullin ton salimen, të paprekur ose shumë pak të dëmtuar, kanë qenë traditat tona dhe parimet e dinit Allahu Gjellewala. Po ja që përsëritet e njëjta gjë. Ajo që ka ndodhur para 50, 150 viteve, përsëritet edhe sot, ti çon vend agjendat e arabëve. Ju jeni me turqët. Madje shkohet deri në atë ekstrem që ju jeni me serbët. E kështu që kjo është thënia atyre të cilët e kanë akuzuar pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam në kohën e tij. I kanë thonë që ai çon agjendat e popujve të jashtëm me qëllim të përçarjes dhe zhdukjes së traditave tona e ku ta diun. Dhe kjo është, si me thon ajo, anglisht i thonë strawman, kur njeriu s'ka ku me u kapet për atë kashtën. U kry puna, s'ka më argument tjetër. Ai që të fundos kapet edhe për kashtën. Kapet për kashtën me shpresë që të shpëton megjithatë. Po akoma ka dikush që i dëgjon, që i përcjell, që i beson kësaj. Po. Problemi është, a është niveli i arsimimit tek ne, që unë mendoj që një prej problematikave dhe pse kaq shpejt përhapen do debate tek ne, është niveli i arsimimit. Se nëse do një popull ta çysh mbas, jepi një arsimim të sakatuar, edhe ndjenjën se është i arsimuar. Për shembull, ai është i sakatuar. Po jepja edhe ndjenjën që ti je i arsimuar dhe intelektual. Ai është doktor, ai është docent, ai i duket vetja që është akademik dhe ka të arritura akademike, megjithatë realisht ai nuk bën pesë, nuk vlen, nuk ka peshë akademik. E kështu që ne merremi me këto debate ku ne akuzohemi që ne çojmë agjenturat, nuk themi se popujt nuk ndikohen nga njëri tjetri. Përkundrazi, çdo popull i vogël është i ndikuar prej dikujt. Po ja të shohim ne. A më shumë fetarët ju mbahen traditave të popullit, apo ata të cilët nuk janë aq fetar? Do të shohim që ai që nuk është aq fetar, ka ndryshuar 90% në traditat e tija. Në gjithçka, në gjuhë, në festat e tija, mënyrën si mendon, për shkak se një prej çështjeve ku ne ndikohemi është mendësia jonë. Globalizimi ka ndikuar çdo gjë. Ne sot jemi të ndikuar mindsetin e ka ndryshuar komplet. Mindseti i njerëzit, normal se unë edhe ti do të ndikohemi prej rrethit. Kjo për shkak se jemi produkt, një lloj produkti i rrethit. Megjithatë, shiko tek fetarët, bënë një analizë. Kush janë më të ndikuar nga elementet jashtme? Fetarët apo jo fetarët? Do ta gjejmë që jo fetarët janë jo të ndikuar. Madje nëse e krahason ai veten e tij, sot dhe përpara 30 viteve do ta gjesh se ky njeri në mendsinë e tij, mënyrën se si duket, si paraqitet, si flet, si han, si pi, si feston, si jeton, si vdes, është krejt ndryshe nga ajo që ai vet ka qenë përpara 40 viteve. Tek fetar, jo se nuk shohim ndryshime. Normal që shohim ndryshime. Ne shohim ndryshime tek fetar të cilët
do me thonë, në përditshmërinë e tyne, përdorin fjalë ose gjëra të cilat po, ndoshta kanë bazë arabe megjithatë sot dynjaja është bën një fshat ku secili ndikohet prej tjetrit. Ne shohim streamera, çka i thon streamera, prej influencerave në dynjë, ndikojnë tek streamerat në perëndim mënyrën se si flasin. Andaj fjala Habibi, cilën vetëm arabët e kanë ditë deri para 5 viteve, sot e dinë gjithë dynjaja. Tash e ka këngë shqipe, thojza që e përdor këtë fjalë. Po. Kështu që kultura të ndikojnë për njëra tjetrës, po. Dhe kjo nuk është diçka. Me akuzuar një shtresë të madhe të popullit, që ato zbatojnë agjenturat e shteteve të jashtme, kjo është një lloj si me thonë përhapjes së urrëties dhe përçarjes në popull e cila mund të ketë pasojë të rënda. Ti je duke më akuzuar mu për tradhti. Do me thonë thjesht nuk je të thonë që unë çoj agjenturat e dikujt, do me thonë unë jam argati i dikujt dhe hizmetçari i dikujt për interesat e tij, jo për interesat e mi. Edhe në mënyrë automatike ti je të më shpallë një lloj armiku i popullit dhe i traditave dhe i vendit. I cili me jeton capital punishment. Po, capital punishment, normal, po. Para mendoj ti për me thonë për 70% popullit këta janë agjenturat e huaja i zbatojnë vend. Para duhet me qenë shumë të kujdesshëm mënyrën se si flasin për masën e gjatë njerëzve. Se kjo është problem se ata ti quajmë quasi intelektualet, apo da që kanë diploma ndoshta, por nuk kanë dituri edhe urtësi, marrin këtë guxim që me i bë këto pohime, kaq të rënda dhe akuza kaq të rënda dhe nuk ndalin as pak për ta menduar. Ndërsa kjo botë është aq shumë ndërlidhur njëra me tjetrën saqë edhe gjeopolitika nuk është sikur më herët. Jo. Nëse në të kaluarën kanë ekzistuar 2 pole që kanë ndikuar, do të thonë India dhe Perëndimi, sot kemi bota multipolare quhet, ka shumë ndikime, ka fuqire rajonale, ka ndikimi mediave shumë i lartë, pastaj kemi ndikim të njerëzve individ që i përmendet ato streamers edhe youtuberë që vetë me aftësitë e veta bëhet ndikues në mindsetin apo në mënyrën se si mendon një i ri, edhe pastaj ne themi këto janë ato që më shumë janë ndikuar apo përhapin. Cila është ajo agjenda jonë? Në çka thrasim ne, edhe në çka thrasni ju, edhe ti bëjmë krahasimin cila është më shumë agjenture huaj e cila është më pak agjentore. Do ta shohim se muslimanët thrasin njerëzit që ti përmban traditave që janë të mira, trimërisë, guximit, bujarisë që kanë pas shqiptarët, besën, mos me qenë tradhtar, mos me qenë i pamoralshëm. Këto janë këto, edhe nëse janë të themi kushtimi shëndikimin e turqve apo në ndikimin e arabe, këto janë pjesë të kulturës tonë, tjetër ashtu. Po shikosh ka i të përhap ti. Ti do përhap huajsimin e fëmijëve tuaj nga gjuha e tyre, nga traditat e tyre, nga kultura e tyre. Në vetëm se tash me rinjall tash një plakë e cila ka jetuar ndoshta vitet 80 dhe me çun ndonjë ndarësëm të shqiptarëve. Thot ku është në Francë? Ku jo, ma jo në Franca? Çashtu është. Përpara s'ka pas, për shembull, traditë që kanë ku përmend këtë disa, po prapo e përmendi. Që dhëndri me hinë në mesin e grave, me bë foto me nusën e vetë, me bë atë dansin e atë valcin që e luajnë edhe pas taj del, edhe fotografat me sësin. Kjo traditë e jonë. Kjo është traditë e jonë, nuk është traditë e jonë. Është interesant, subhanallah, se ne jena të folë për zana të një pakicës në popullin tonë. Në popull i cili është i njohshëm për tolerancën fetare, ose ndërfetare. Tamam, ne kemi do me thonë Kjo është nga islami, se dominues kanë qenë musliman. Kishin dashur ato me ushtruar tolerancë. Kishin dashur me ushtruar tolerancë. Me një herë i kishin përjashtu këta, ju jeni më ndryshe, po sot pakica përjashton shumicën. Edhe do me thonë krenot në mesin tonë është kultivuar toleranca ndërfetar. Kush e ka kultivu këtë? Shumica apo pakica? Përgjithsi toleranca nuk varet për pakicës, varet për shumicës. Se shumica është ajo e cila tregon tolerancë, jo pakica. Pakica, si me thonë, shikon tek shumica, mos po më shirojnë këto. Unë i respektoj shumicën për faktin që janë ashtu. Por shumica tregon tolerancë, ai mund tregon çfarë? Mosdurim, jo tolerancë. Kështu që kur i vishet populli ton toleranca ndërfetare, unë them që kjo ju vishet ndershmërisht shumicës, ato kanë qenë musliman. Po fatkeqësisht sot ne kemi ra, do me thonë që shumica tjetë e sulmuar nga një pakicë e marginalizuar fatkeqësisht, edhe t'jenë teme debateve të ndryshme. Fakt,
faktikisht, domethënë çështja e kësaj debate është një lloj debat shterpe, debate që nuk ka dobi sepse nuk ka premisa të sakta për me hi këtij debati, apo kësaj bisede. Se nëse i analizon kështu do dalin ato humbës, nuk do dalin. Po, normal. Ato do dalin më të ndikuar nga qendrat e ndikimit të huaj se sa muslimat. Sa muslimat vetëm se evident. I rikultivojnë edhe i ruajnë edhe i mbrojnë edhe i forcojnë traditat kombëtare që i kena pas si vlera të kombit tonë. Hoxhi nderuar, është evidente për vitit 2001 tek nena armiku numër 1 i botës perëndimore është pall islami radikal. Edhe ne nuk kemi ata që e mohojnë ekzistimin e njerëzve që kanë ide ekstreme që i të i kalojnë ato që në të cilën thret islami. Në të njëjtën kohë, tek musliman kemi një numër të madh, ndoshta edhe shumica, që jetojnë një jetë fetare letargjike. Çka thonë letargjike? Ku ai mjaftohet me atë, me thonë se unë jam musliman me emën, po kur vjen pyetje detyra që i ka si musliman, namazi, agjerimi, ato nuk përbëjnë ndonjë peshë në jetën e tyre. Ky realitet është i pranishëm edhe tek ne. Cili mendon se është sistemi më i mirë apo mënyra më e mirë, cila është mënyra më e mirë që ta zgjidhim edhe këtë problem me letargjinë, që është problem sipas meje më i madh, edhe problemi me këto njerëz që kanë ide radikale të cilët musliman fillimisht, pastaj të tjerët i shikojnë si armik. A nuk është bot kuptimi islam ai i cili mundohet të gjithë njerëzit të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, të hyjmë në xhenet bashkarisht, dhe të shpëtojmë nga djalli i mallkuar. Pse me shiku vazhdimisht me qëllim me i dënu edhe me anashkalu atë që Allah i kërkon prej neve është thirrja dhe përhapja e vlerave të mira dhe thirrja në islam në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po çështja e radikalizmit ose ajo e cila njihet në gjuhën fetare si e tesheddud në gjuhën arabe është pjesë e këtij fenomenit të ekstremizmit. Për shkak se ne ekstremizmin, kur e përmendim ekstremizmin, me njerë që na shkon ndërmend ekstremizmi i shtrëngimit. Mirë, po tek ne din ekzistojnë më shumë ekstreme. Nuk është vetëm ekstremi i shtrëngimit. Kemi kila tarafejn, kila tarafejn, me dhmon. Që do me thonë të dy palët e ekstremit nuk janë të lëvduara, ose nuk janë të mira. Kështu që ekstremizmi i shtrëngimit është ekstremizëm i nënçmuar fetarisht. Mirë, po edhe ekstremizmi i lirimit që e përmendëm, ajo që njeriu thotë që unë jam musliman edhe selam aleikum, këtë titull nuk ka mundësi të ma merr askush në jetën time. Ky titull ne mund t'ja nveshim vetes tonë, mirë, po titulli i nveshjes ose cilësimi njeriu që unë jam musliman dhe kjo mjafton, nuk është me qefin tonë ajo. Njëjtë vlen edhe për këta të cilët ne i shohim që janë në ekstremin e shtrëngimit dhe radikalizmit, dëmi i tyre fillimisht është ndaj muslimanëve. Po neve gjithmonë na flitet dhe narrativi mediatik është që dëmi i tyre është ndaj jo muslimanëve. Po nëse shkojmë edhe në statistika të grupeve të cilët kanë pat këtë lloj qasje të dhunshme, do të shohim që shumica e viktimave të tyre nuk kanë qenë jo musliman, po kanë qenë musliman. Nëse shohim dëmin moral dhe dëmin në aspekt të imazhit, nuk i kanë dhënë ato dëm, nuk e kanë dëmtuar imazhin e perëndimit ose imazhin e armiqve të tyre. Ata kanë dëmtuar imazhin ton si musliman. Edhe elementet të këtij shtrëngimi janë duke edhe tek të parët tonë. Dhe të parët tonë kanë qenë zëshën. Dhe gjithë kanë pat një lloj unanimiteti se si duhet sillen ndaj tyre. Megjithatë problemi tjetër është ajo që e përmendet ju. Ajo është që ky ekstrem mos të ndikojnë në përhapjen e ekstremit tjetër. Andaj ne duhet jemi të balancuar. Vetëm si shembull po ta tregoj. Sot bisedojsha me një person, i cili thoshte unë në fëmijërinë kam pas mes dy ekstremeve. Te familja ime është praktiku feja.
është falë namazit gjumos, nuk e tha se i kanë falë krejt, po është agjeru Ramazani. Kur shkojsh atë dajallarët e mi, tek ata asnjë element, alkooli aty, nuk agjerohet Ramazani, nuk falet namazit gjumos, e tha kjo tek unë krijoi një lloj hutije, s'disha çka e bë. Kush është muslimani? Fillova në fillim tha u bona pakës më ekstrem, pastaj tha e lirova krejtësisht edhe une vazhdova në rrugën e dajallarëve të mi. Që do të thonë se duhet me shiku këtë situatë me tërsinë që e ka. Jo vetëm me njërin anë. Po, jo vetëm me njërin ekstrem. Po edhe me shiku edhe ekstremin tjetër, se edhe kjo është Por ne edhe kjo është gabim. Po, shumë gabim. Të dy palët janë të devijuara për ne. Për këtë shkak është interesante se ky i cili është në këtë ekstrem, i cili nuk ka hap derën e xhamisë asnjëherë, i duke qaj që fal 5 kohë ekstrem. Po. Pse nga këndvështrimi i tij, ai është këtu, e ky është këtu, thotë ai 5 kohë i fal, ki ekstrem është. Megjithatë nuk shikon ai në skaje tjera, që skaje tjera për çat Islami ka adresuar problemet e gjitha skajeve. Këtë skajshmëri të shtrëngimit, ka thonë pejgamberi helekel mutanatti'un, janë shkatruar ata që kanë shtrënguar. Kush mundo ta mund fen, bëj pelivan me fen, feja erzon. Nuk ka mundësi që ta mundësh fen. Po të njëjtën këto e ekspozojnë veten e tyre ndaj rreziqeve të shumta. Prej tyre është lënia e namazit, prej tyre është mos përfillja asaj çka don Zoti im nga unë. Kjo shumë e rrezikshme është. Për këtë shkak ne si musliman duhet jemi vigjilent, që mos adresojmë problematika të disave që janë përreth nesh, duke harru ndoshta një numër të madh të atyre që nuk janë përpara nesh. Unë merrem me këtë që është në xhami, që ky duhet të trajtohet se ka disa problematika. Po këto që janë në xhami, namaz sabahut sa janë? 20 vetë. Ku i kemi me mia të tjerë, ose namaz të drekës. Ose ato muslimanë që shemu deri në 3-4 natën na janë na për vende ku bëhet ku pijet alkooli, ku konsumohet drogë. Një prej problemeve që duhet me adresu muslimanët është problemi i drogës, që më të madhe përhapet tek sidomos te rinia jonë. Te rinia jonë, domethënë. Wallahi sikur ne jetojmë të shkputur pi problemeve. Nuk është reale për kohën tonë në klasën e 6, ti me i dallu llojet e drogave që i përdorin. Tash ki e klasën e 6, ti di, kjo është e përdor banë, ki përdor hapa, ekstazi, ki përdor si hashish, ka heroina, unë si di ato... Ne kena ditë vetëm termin drogë. Po, drogë. Ato tash i din kategoritë dhe din se si përdor, ku i blejnë. Param dhe fëmija e klasës 6, më thotë mu, të mahalla eme janë 2 persona, ku mund është me shku me blejt drogë. Ai faktikisht, kjo është një rrezik për atë fëmijë. Kurreshtja, ndoshta e çon. Dërsa ne ndalemi tek ky problemi. Ne nuk themi se nuk është problem. Jo, problem. Vizioni ekstrem i disa çështjeve dhe ajo që quhet shikimi i errët dhe i ngushtë shumë për mbi çështjet e fesë. Por unë e lexova sot një tekst, më fal që ta ndërprer fjalën hoxh. Thoshte se këto njerëz që kanë ide ekstreme. Ktu i thamë edhe ekstrema. Po. Majtas e djathtas. Jo djathtas nga aspekti politik, apo majtas nga aspekti politik. Kjo shtrëngimi i tepërt edhe lirimi i tepërt janë shumë lehtë të manipulueshëm. Shumë lehtë është. Pse? Se këto nuk janë në atë mes i cili u siguron atyre integritetin e tyre personal. Se njeriu që ka integritet, ndalet pakës. E shikon njerë, jo vetëm këtë anë, po e shikon edhe këtë anë, e shikon të mesmën, pakës e që është pak më në majtë, a që është pak më në djathë. Edhe i analizon. Dërsa person që është në këto diskaje, është mësu vetëm me një lloj të ideve që janë skajshmërisht, ose të shtrëngimit, ose të lirimit, edhe prandaj edhe shumë lehtë të manipulohet. Mjafton me ardhi dikush me një narrativ që unë jam me ti, unë jam... Prandaj më vjen keq se janë disa njerëz që janë manipuluar nga shërbimet sekrete, edhe pastaj janë bërë pjesë të tyre, duke mos qenë të vetëdijshëm se janë të manipuluar nga ata. Ato aq shumë teknika subtile kanë përdorur kundër tyre, saqë ai e ka punuar agjendën e atij shtetit, a nuk ka qenë vetëdijshëm, ai ka menduar se unë punoj për Allah. Unë mbroj dinën e Allahut, unë zbatoj shariatin e Allahut. Edhe nga ana tjetër, kishka o shumë i lirë shumë
Edhe kjo e bën atë të njëjtën punë, shumë lehtë i manipulueshëm, shumë lehtë bjen në ndikimin e faktorëve të ndryshëm që pastaj e bën që ai të mos ketë integritet personal. Në përgjithësi, ndoshta e keni vërtet që këta njerëz shumë e kanë në rënd të kthehen në qëndrimet e ekuilibruara. Përgjithësi sillen rreth ekstremeve të ndryshme. Është shumë rënd që ai të vjen për këtë shkak është thënë për ata njerëz të cilët janë rebelu kundër Osmanit radhiyallahu anhu. Ka thënë Ibn Abbas, më duket shumicën atyre i kanë pa filan beteje kundër betejën e Aliut me Khawarisht. Shumica prej tyre ishin prej Khawarisht. Pse? Ai në këtë çështje, në këtë problem ishte me një qëndrim të skajshëm. Kur ka atë problemi më i madh përsërin me një ekstrem tjetër. Kështu që nëse njeriu kultivon veten e tij qëndrime të skajshme, e ka shumë rënd kthehet i ekuilibruar. Përsa të lusim Allahun që Allahu na jep mesatarin, kuptim, mesatarin, praktik në gjithë shka. Se mesataria është e artë. Jo, në e artë. Edhe është shpëtim. Po që ndëruar, kemi shumë pika, po duket se koha për këtë epizod podcast na kaloj, po inshallah unë e marr fjalën prej teje që ti vazhdojmë këto biseda. Unë mendoj se është mirë që ti bisedojmë edhe sa më tepër ti publikojnë, nga se nuk janë mendimet tona, këto janë mendimet e Islamit, edhe shpesh ka nevojë që njerëzve duhet të jenë musliman zëshëm. Me i vetisu edhe me tregu mendimin e tyre, pa pas frikë, pa pas droj se nuk janë të folë diçka keq, por janë të folë për të mirën edhe të muslimanit, edhe të jo muslimanit, edhe të rinjve, edhe pleqve, edhe meshkujve, edhe femrave, edhe burrave, edhe grave. Do të kretë është kjo me qëllim që... Mendojmë që është thirrje fisnike, lusim Allahun që Allah të në ndihmon për amin e së. Por i të ruar ishte kënaqësi që kemë sonte, Zotit shpërbleft. Dhe njerë shumë faleminderit që u përgjigje pozitivisht. E inshallah shihemi në ndonjë epizod tjetër. Të nderuar vëllezër dhe motra shikues të podcastit Mezhlis, ky ishte podcasti i kësaj jave. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.